23 qershor. Dashuria vëllazërore. Jini të dashur ndaj njëri tjetrit me dashuri vëllazërore. Në nderim t'ja te i kaloni njëri tjetrit. Romakëve 12:10. Vëllezërit dhe motrat e vogla kanë prirjen për ta shtyrë me bëryl njëri tjetrin dhe për t'u ankuar për njëri tjetrin. Po të tregohemi të sinqert. Ndonjëherë ideja jonë për dashurinë vëllazërore në kish karakterizohet më shumë nga një lloj mendimi dhe sjelljeje sesa nga dashuria dhe mirënjohja. Kur hedhim syt rreth e rrotull dhe shohim njëri tjetrin, në vend që të këndojmë se jemi të lumtur që i përkasim familjes së Perëndis, shpesh ne mund të mendojmë thellë. Jam i habitur që edhe ti je pjesë e familjes së Perëndis. Pali na thërret të ndjekim një udhë më të mirë. Në këtë varg, dashuria përshkruhet duke përdorur fjalë familjare. Filos Torgoi, që këtu përkthehet si dashuri, vjen nga fjala greke storge, që i referohet dashurisë së përkushtuar të prindit për fëmijën. Philadelphia, e përkthyer këtu si me dashuri vëllazërore, është fjala e përdorur për dashurinë mes vëllezërve dhe motrave, si emri i qytetit të Philadelphias, qyteti i dashurisë vëllazërore. Te Romakëve 8, Pali ka kujtuar tashmë lexuesit e tij se ata janë së bashku si antar të një familjeje nga hiri i Perëndis. Romakëve 8, 12 deri në 17. Për shkak se secili prej tyre është sjellë në familje në të njëjtën bazë, domethënë në Jezusin, ata kanë çdo arsye për t'u përkushtuar njëri tjetrit. Kjo lloj dashurie kërkon jo vetëm ndjenjë të sinqert, por edhe për ulësi. Te pjesa e dytë e fjalisë në këtë varg thuhet: në nderim t'ja te i kaloni njëri tjetrit. Kjo i ngjan asaj që shohim te Filipianëve 2, ku Pali shkruan: me përulësi, duke e çmuar njëri tjetrin më lart se vetveten. Filipianëve 2:3. Shkrimi na bën thirrje që t'i vendosim të tjerët të parët. Ne duhet të mësojmë të luajmë violinën e dytë, pa u ankuar ose pa kërkuar me mbrapshti që të lavdërohemi për këtë. Elementi i vetëm konkurrues mes një familjeje kishtare duhet të jetë ai për të parë se kush mund të dalë dhe të bëjmë më shumë të mirën të tjerëve. Të menduarit për këtë lloj ndjenje dashurie vëllazërore na kthen te Jezusi, të cilit i pëlqen të na quajë vëllezër dhe motra të tij. Hebrejve 2, 11 deri në 15. Sepse Jezusi, i cili edhe pse duke qenë në formë të Perëndis, nuk e çmoi si një gjë që mbahet fort të qenë të barabartë me Perëndin, por e zbrazi vetveten, formë të një sklavi duke marrë. Filipianëve 2, 6 deri në 7. Është Jezusi ai që na tregon se ç'është dashuria e vërtet vëllazërore. Është Jezusi ai që e do familjen e tij përsërisht në këtë mënyrë, duke u atejkaluar të gjithëve në nderim. Është Jezusi ai të cilin jemi thirrur t'i ngjajmë dhe sipas shembullit të cilit po jetojmë çdo herë që zgjedhim të dua me dashuri vëllazërore si të Krishtit. Prandaj, sot duaj si ai.